23 prilli shënon ditën botërore të librit, një datë që i kushtohet promovimit të leximit dhe vlerësimit të librit si një pasuri e pazëvendësueshme kulturore. Shkrimtari i njohur për fëmijë Gjahid Bushati ndalet te sfidat, të cilat e ndjekin sot një autor në raport me lexuesin dhe me shtëpitë botuese. Shkrimtari sot, nëse do flasim për Shqipëri, ka sfida shumë. Ka disa raporte mes leximit e mos leximit, shtëpisë botuese dhe vetë shkrimtarit. Pra nuk ka atë frymëmarrjen që shpeshherë e kanë shkrimtarët e vendeve të huaja, por gjithsesi mjafton talenti. Megjithatë, Bushati nuk e sheh epokën e teknologjisë si një kërcënim për librin, por si një realitet me të cilin ai duhet të bashkëjetojë. Nuk është një ditë simbolike, por është dita e shëjtërisë së librit. Librin askush nuk mund ta luftojë, sepse libri është mençuri. Libri është një realitet që nuk mund të zhduket, sepse nuk mund të zhduket as shkrimtari dhe as lexuesi. Dita botërore e librit përfaqëson në vetvete një simbolik që ka të bëjë me lidhjen e pandashme mes autorit dhe lexuesit në çdo kohë.